Një detaj i vogël gjatë spektaklit të parë të Big Brother VIP Albania 5 ka bërë namin në rrjetet sociale. Mungesa e onasës së martesës në dorën e Ledion Liçës nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku. Moderatori të njohur ju vure i qartë Dora pa unaz, duke ndezur menjëherë aludime dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale. Komentet kanë qenë të shumta dhe të ndara. Disa ndjekës kanë ngritur dyshime për një krizë të mundshme në marrëdhënien e tij me Sarën, ndërsa të tjerë janë shprehur se bëhet fjalë thjesht për një detaj pa domethënie, duke kujtuar se shumë persona zgjedhin të mos e mbajnë unazën gjatë angazhimeve profesionale, ndërsa të tjerë thonë se ata kanë rreth 4-5 muaj që nuk jetojnë më bashkë. Kur mungon unaza, zakonisht mungon edhe diçka tjetër, shkruan një komentues, ndërsa një tjetër ironizon. Publiku shqiptar është më i vëmendshëm se FBI-ja. Deri më tani as Ledion Liço dhe as Sara Hoxha nuk kanë reaguar publikisht, çka ka shtuar edhe më shumë kurreshtjen e ndjekësve. Gjithsesi duhet theksuar se nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për ndarje dhe gjithçka mbetet në nivel spekulimi. Në pritje të një reagimi nga çifti, rrjetet sociale vazhdojnë të zihen, duke kthyer edhe një detaj të vogël në një nga temat më të komentuara të momentit. Ndërkohë kujtojmë se vitin e kaluar, Ledion Liço e mbante unazën e martesës në gisht. Po ju, si mendoni? Janë ndarë apo është thjesht për klikime?